4 zyrtarë të kompanisë Eko Alb janë shoqëruar në komisariat pasi prokuroria dhe policia zbarkuan në vendin ku ndodhet incineratori i Elbasanit. Sipas informacioneve, shoqërimi i tyre është bërë me urdhër të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan. Bëhet me dije se të shoqëruarit janë drejtori i kompanisë, një inxhinier, një përgjegjës dhe një zyrtar i rëndësishëm i Eko Alb. Gjithashtu, raportohet se janë sekuestruar një sër dokumentash, ndërsa pritet një njoftim zyrtar për ndalimin e tyre. Mësohet se organi i akuzës ka regjistruar dosje penale ku fillimisht hetimi u hap për veprën penale të shkatrimit të pronës me zjarr dhe ndotjet të ajrit. Konkretisht, bëhet fjalë për zjarrin që përfshiu inceneratorin e Elbasanit në korrik të vitit 2023. Prokuroria po heton për shkaqet e këtij zjarri dhe impaktin e jashtëzakonshëm që ky zjarr pati në mjedis. Prokuroria ndërkohë ka zgjeruar hetimet ku përveç nenit 151 ka përfshirë edhe nenin 248 të kodit të procedurës penale, i cili përfshin veprën penale të shoqërimit të detyrës. Gjithashtu, mësohet se tashmë është duke hetuar shoqërinë Eko Alb për këtë vepër penale.